Edhe këtë të njëjtë kanë vijuar prishjet e ndërtimeve në hyrje të qytetit të Shkodrës, por këtë herë janë kundërshtuar nga disa prej pronarëve të këtyre objekteve. Fabion Murrizi, avokat mbrojtësi Muharrem Shkjau, thotë se IKMT është duke vepruar me një vendim të paligjshëm, ndërsa prishja e ndërtimeve po bëhet pas një interes publik vetëm për të mbjellë disa pemë. Gjykata vendos që nesër në orën 8:45 të mëngjesit të ketë një seancë për vlerësimin e kësaj prone, që të ketë një vlerësim real tregu, por në këtë moment, mbasi kanë marrë vendimin e gjykatës që do të caktohet nesër kjo gjë, IKMT-ja në një urdhër të paligjshëm vjen dhe prish pronën. Ardit Sheqi, njëri prej pronarëve, dhe ai shpreh se kjo ndërhyrje për shëmbjen e biznesit dhe shtëpisë së tij është e paligjshme. Unë kam një vendim gjykate këtu për shtyrjen e afatit prishjes, po këto zotnit nuk e marrin parasysh vendimin e gjykatës ose pa dal vendimi i gjykatës. Kështu që nuk e di se ku do më i shpi mushka këto njerëz, por ne atë na qit në rrugë malle. Shpërndësimit të dhëna nga shteti për ndërtime që po prishen nga IKMT sipas pronarëve janë qesharake, ndërsa këtë çështje do ta ndjekin deri në gjykatat ndërkombëtare. IKMT ka prishur 10 objekte në hyrje të qytetit të Shkodrës, të cilet janë me certifikata pronësie, por pritet të marrin shpërndësime të një vlerë totale për afro 4 milionë euro. Ndërkohë më herët IKMT ka shëmbur edhe 11 objekte të tjera pa leje në funksion të projektit të hyrjes së Shkodrës.